më e vlefshme. Domthonë obori i shtëpisë është i vlefshëm, po ajo që është publike, ajo nuk është e vlefshme. Zoti Abazi, ideja tash në kohë cirkulon ideja që shtetarët e Kosovës kanë problem me alkool dhe me drogë. Nuk është e sotit. Ka qenë edhe në kalumen. Nashta po flas prej dekadës para pavarësisë Kosovës, pas pavarësisë Kosovës, etiketimet, sulmet ju mbo kundrejt politikanëve ndryshëm për konsumim drogës dhe alkoolit. Karami që në pjesë edhe hierarkisë madhënore, që në zakonës kryeministër e Republikës Kosovës, deputet, kjo dhe shumë komisione, nuk po folën aspektin liberal, as për drogat e lehta, as tashmë i kanë legalizu bota që të nume, po flasëm për ato drogat e milionerve, ato drogat e laboratorëve, që është kokaina dhe këto tjerat. Burim Ramadani tonë e pa propozu para një vite zoti Daut Haradinaj, sot e propozoj edhe Burim Ramadani kishë bot testin e drogës. A duhet me bot testin e drogës deputetet, ministrat, kryeministrat, politikanët e Kosovës? Në baza mujore, pëse në është në baza javore. Të ditë se tashmë Kosova është këthy, dashtë mas dashtë me pranu në epidemi të drogës. Po flasë për gjeneratat 15, 14, 16 që kanë të kontakt me drogat e lehta. Tani, ky është një problem në vete që e para ata që munden me qenë vendimarrje, marrin droga, narkotik të rëndë, natyrisht që ata janë të thirrur për mi mbrojt ata fëmijë në përshkolla, cilëve ju servohet hyrja të drogat të dera e shkollës. Do të thotë është një ndërlidhje këtu ndërmjet asaj se çka konsiderohet rrezik për shtetin kur vendimarrësit janë në nivelin e drogimit. A duhet, unë mendoj që secili njeri që bart funksion publik, jo që duhet të bëhet testi për drogat, po duhet të jetë kushti që realisht ai njeri të jetë normal në sjelljet edhe formën se si merr vendime, e sidomos nëse është në ndikim të drogave. Tash për çështjen e alkoolit, unë mendoj që është çështje tjetër, edhe nuk isha dashur me hyrë në diskutim të asaj se kush çka bën. Prej kohës Mahmud Bakallit në Kosovë ka pas vendimarrës që kanë pi alkool, por edhe në kohën edhe sukses shumë njëjtë në kohë. Do thotë nuk kisha përdorur kështu në mënyrë të përgjithësuar çështjen e alkoolit, po te përdorimi i drogave të rënda sidomos, mendoj që testi është i domosdoshëm, asnjë zyrtar publik, jo vetëm deputet, po në Amerikë besoj secili njeri që merr post publik i bëhet testi i përdorimit drogave dhe nëse del pozitiv nuk mundet me qenë pjesë e strukturave vendimarrëse në qeveri. Kështu që rrjedhimisht pse mos bëhet edhe këtu tek ne. A dyshon të droga në qeveri? Unë mendoj që ato 30.000 doza që uzun prej atij djalit në Shqipëri i vetëvendosjes, mendoj që aty është thy tabuja që realisht kushdo edhe cili do mund të jetë pjesë e një skeme të shitjes, blerjes, përdorimit, rrjedhimisht pra po thonë, nuk isha thonë për krejt, po secili individ duhet jetë përgjegjës për punën edhe funksionin që e bartë, rrjedhimisht mund të ketë individ, e kjo tregon që sistemi nuk duhet jetë poröz, nuk duhet lëshu asnjë njeri prej drejtorit të AKI-s, e zëvendës drejtorit të AKI-s që merren me informacionet ndihshme, e deri tek njerëz vendimarrës realisht në qeveri duhet jenë në testet për përdorimin e drogave. Zoti Abazi, po kthehemi te statusi juaj që ka qenë dje status viral edhe në Kosovë dhe Shqipëri gjithandej, pretendimet, spiçuj akuza, janë pretendimet e tua që zoti Kurti në Greqi nuk ka shku për konsultimin e furimin e majt, për ka shku për diçka tjetër, për një agent krejt tjetër, për një agent të destabilizimit, të dikuj tjetër. Kjo është arsyeja sot që sot të kumftu me folën në detaje rreth këtij pretendimi. Tinës në Greqi, me destabilizu Shqipërinë, me sejmenet serviret dhe shërbimin sekret të propagandës. Flamingut nuk janë sorra të zeza, me duke dhe kanë përzi zogun nga Greqia. Tani, është një moment jashtëzakonisht kritik se çka po ndodh. Unë e kam përsërit këtu te ty edhe në vende tjera, paraqitjet publike që Kurti është në misionin e tij të shpërbërjes Republikës Kosovës.